Përshëndetje. Faleminderit. Mendova të bashkohem me ju sot dhe të ngrej zërin për fëmijën tim, gjithashtu për gjithëmijë shqiptar kudo që janë. Duam siguri. E çova në shkollë dhe nuk më kthye, nga se jo nga pa edukata, por pa kujdesia e këtyre që kanë degraduar arsimin, shëndetësinë e gjitha në radhë. Në rini, falinderit, në Shqipëri dhe në diasporë, falinderit. Duam drejtësi dhe rëndë për qytata dhe akoma s'ka dalë drejtësia. Duam drejtësi. Falinderit. Poshtë kjo qeveri e krimit. Poshtë Edi Rama. Duam drejtësi. Duam drejtësi. Duam drejtësi. Duam drejtësi. Këtu sot e ngrej zërin edhe për Eraldon që është në Korç, që nuk kanë fuqi që ato fëmijë të flasin sot, por unë flas në zërin e tyre. Gjithashtu flas edhe për Erionin, që ka ikur në mënyrë më të padrejtë nga qeveria e krimit. Gjithashtu edhe Leo Satikun, unë jam një nënë që rroj që çdo ditë me dhimbje, e ti kujtoj çdo ditë ato fëmijë, se kanë ikur nga pavojësia këtyre. Gjithashtu, dua të përmend edhe ato që ikën në mënyrë më të padrejtë, që i shnipin makinat nëpër rrugë, se s'ka siguri. Dua drejtësi për fëmijët tanë, siguri. Dua spitale, se nuk ka asgjë, sepse Martini mund ta kishim sot, qoftë funksionon temperatura e zemrës, por nuk funksionon. Sepse ai fëmijë ishin, edhe ai tjetri, fëmijë ishte. Nuk po vej me fajas atë, por po vej me fajas të qeverisë, s'ka asnjë kusht për fëmijën tonë. Dua drejtësi, vërtetë drejtësi. Faleminderit. Fortit. Tani për gjatësinë time duhet të bëj pak më shumë. Unë s'kam ardhur këtu si gazetar, kam ardhur si baba i 2 vajzave dhe familjar i 35 emigrantëve. Po jetojmë një kohë ku asnjëri nga ne nuk mund të rri heshtur, se nuk mund të heshtësh, kur shkolla nuk na mëson më asnjë gjë, kur spitali nuk na shëron, edhe kur policia nuk na mbron. Kur çdo që ka vjerë duhet të shkojnë në burg, të gjithë, nga i pari dhe i fundit. Nuk mund të heshtim, se asnjëri nga ne nuk blen dot për shtëpi, nga që pallatet nuk ndërtohen me çimento, po me plurin e bardh trafiqeve. Javën e kaluar edhe këtë e kam personale, një shoqe e qerdhës vajzës time emigroi me prindrit. Dhe më tha vajza, o ba, qa do me thënë jashtetit? Si t'ja shpjegoj qa do me thënë jashtetit? Kur do e takoj prap shoqen e vetë? Dhe sot, duke ju parë gjithve, e kam një përgjigje për fëmijën tim. Shumë shpejt ajo do të takoj shoqen e vetë. Shumë shpejt do i përqafojmë vëllezërit tanë. Shumë shpejt, shqiptarët do e presin biletën e kthimit dhe ky do presin një bilet vetëm vajtje, pa jo me avionin personal.
Ka një gjë shumë të rëndësishme që dua të diskutoj me ju. Ky e ka me fiksim të na numëroj sa jemi në shesh. Gjithë Burg, por ka një çështje. Kushdo që ka vjedh, kushdo që ka thrashtuar, kushdo që na ka shitur të shkojmë Burg. Por mbi gjitha, dua t'ja jap një shifër Edi Ramës, me që thotë që jemi 2.000 veta, edhe pse nuk ndukeni si 2.000. Po për 2 miliardë euro që vjedh çdo vit, si do ta bëjmë? Për këtë arsye, Edi Rama nuk duhet numëroj më as paret, as pronat dhe as votat e shqiptarëve. Prandaj ma dëgjoni këtë, ju lutem ma dëgjoni këtë. Tërheqja nuk mjafton, nga duhet qeveri e sheshit për zgjedhje. Dhe na duhet që ai të hetohet. Edhe në gjithë fundit kam. Edhe në gjithë fundit. Qa ironia është, kur e ke emrin Edi, dhe nuk e di që ke mbaru. Dashur vëllezër dhe motra, unë jam një migrante, ashtu si vëllezërit dhe motrat tuaja për shumë vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Bostoni. Kam ardhur për një drejtësi shumë të madhe, sepse kam 30 vite që nuk më zgjedhur e drejta këtu dhe kam ardhur që kjo qeveri të iki një sahat e më parë. Prandaj, shqiptar të dashur, unë ju dua shumë dhe kam ardhur me shumë madh dhe me shumë bindje, sepse ju ka ardhur fundi i kësaj qeverie të korruptuar. Unë kam ardhur apostafat dhe është e padrejt që këta popull kaq i mirë, kaq i bukur kam ardhur dhe me një grup amerikanësh që më thanë mos e lëshoni vendin tuaj, mos e lëshoni tokën tuaj, është e lidhur me shpirtin tuaj. Do t'ju lutesha të gjithë emigrantëve kudo që janë, në diasporë, në jugu, në veri, në çdo vend të botës, kanë dëshirë të vinë shumë, po janë të ngarkuar me punë, sepse duan një drejtësi për Shqipërinë dhe unë kam ardhur në emrin të tyre. Ju uroj fitore, pa ndalim. Ju dua shumë. Ju faleminderit shumë. Bukur në botë. Unë jam Sara dhe vi nga Vënio. Doja vetëm të bëja një thirrje. Mendoj që arsyet pse njerëzit janë shesh janë të shumta. Por thirrja ime kryesisht ose fillimisht i drejtohet të gjithë prindërve shqiptar, të gjithë ju nëna dhe baballar që fëmijët i keni jashtë ashtu si prindrit e mi. Bashkohuni me ne në shesh për fëmijët e juaj. Të gjithë ju prindër që fëmijët i keni këtu, mos i praktisni fëmijët e juaj në këtë betejë. Ejani me ne në shesh, bashkohuni me ne. 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 Thirrja ime tjetër është për biznesin e vogël dhe biznesin e mesëm, të cilët punojnë dhe mundohen të ndjetojnë në një sistem ku rregullat e lojës nuk janë bërë për ta, por janë bërë për oligarkët dhe bizneset afër pushtetit. Ju lutem, ulni qepena dhe bashkohuni me ne në shesh. Bashkohuni me ne, bashkohuni me ne, bashkohuni me ne, bashkohuni me ne.
Thirrja ime tjetër është për gjithë punonjësit e administratës shtetërore, të cilët po shtrohen, kërcënohen, presionohen me lista, sa herë ka votime, protesta, mitingje dhe antiprotesta, si ajo protesta, antiprotesta e Turpit dje. Bashkohuni me ne, lëni frikën më njëndë, bashkohuni me ne. Bashkohuni me ne, bashkohuni me ne, bashkohuni me ne, bashkohuni me ne. Dhe thirrja ime e fundit është për të gjithë shqiptarët, për gjithë banorët e Tiranës dhe jo vetëm në gjithë Shqipërinë, për të gjithë ju shqiptarë të zhgënjyer, zemër plasur dhe zemër thyer, bashkohuni me ne! Bashkohuni me ne! Bashkohuni me ne! Bashkohuni me ne! Një fjalë të fundit, diaspora është me ju, për ju dhe lufton me ju. Faleminderit, sot jeni shumë, nesër më shumë dhe çdo ditë akoma më shumë, derisa e Tirana t'japi dorëheqjen. Jepe dorëheqjen, jepe dorëheqjen, jepe dorëheqjen. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, populli më i bukur në botë. Që nga emocion shumë i madh që t'jesh sot këtu përpara jush. Unë sot kam ardhur nga Franca dhe jam kaq e lumtur që më fund në përtas të shesh me ju. Rama jepe dorëheqjen, Rama jepe dorëheqjen. Unë dua t'ju them se diaspora është me ju, të gjithë ata njerëz që kanë mbushur sheshet e botës dhe protestojnë janë me ju. Unë jam me ju, unë kam ardhur këtu dhe do protestoj me ju deri ditën e fundit. Do protestoj me ju për të 1001 hallet që ju keni bërtitur për kaq ditë në shesh. Do protestoj me ju për shfuqizimin e ligjit 21/2024, për mbrojtjen e trojave tona, për mbrojtjen e pasurive tona kombëtare. Do protestoj këtu me ju për të gjithë tokat e atyre shqiptarëve që janë sërrollatur dhe nuk u kanë bërë letrat, që sot u avjedhin më kollaj siç po bëjnë në Thet, në Rjoll e kudo. Jam këtu me ju dhe do protestoj për shëndetësinë jo funksionale, për të gjithë ata pacientë onkologjikut që merrnin terapinë në karrige se nuk kishte shtretër. Do protestoj këtu me ju për arsimin dhe gjendjen në të cilën ai është, për pensionet qesharake që japin gjyshëve dhe prindërve tanë, e për 1001 gjëra dhe tjera, por për të gjitha, për të zhdukur të kast politike që ka 30 e kusur vite që pi djersën dhe gjakun e shqiptarëve. Unë dua t'ju them vetëm diçka. Mos u dorëzoni, qëndroni të bashkuar, fuqia është tek bashkimi. Do ketë patjetër njerëz që do ju thonë, nuk do arrini asgjë, nuk ja vlen për asgjë, po të gjithë duan vetëm na demoralizojnë. Nëse ne kemi njëri tjetrin, ne do ja dalim dhe ne kemi kuptuar se sa e duan njëri tjetrin. Ne kemi zhbërë gjithë propagandën që kanë dashur ta rrënjosin këto vite, duke na thënë se ne nuk duam njëri tjetrin, duke na thënë se ata që duan të qeveria më të shumë në numër, po numrat sot flasin vetë. Berisha-Pur, Rama-Pur, Berisha-Pur, Rama-Pur, Berisha-Pur, Rama-Pur, Berisha-Pur, Rama-Pur, Berisha-Pur, Rama-Pur, Berisha-Pur, Rama-Pur. Ju dua shumë të gjithë dhe mos harroni, nesër e për ditë më shumë, derisa të arrijmë të gjitha qëllimet tona. Ju dua pafund të gjithëve, jeni të gjithë motra të vëllezërit e mi. Jeni njerëz më të mrekullueshëm. Gjithë Italia u qunë kam që janë shqiptarë, Bologna, Milano, Parma, Modena, te Reggio Emilia, te gjithë jemi qunë, e i keni provën, i kanë 3 biletat, i keni me minuta që të vinë këtune.
Jo jeni tash, po të bëni 100 herë ma shumë. Jemi brezi që nga kam persekutu. 22 vjetë të emigrant në Itali. Sa fëmi këm që tu fletë në rruga në moshën 15 vjetë i këm fut në azit. Në 20-30 fëmi. I ka përzon që i badak që jam këtu që mapa. Pra ne, i mos i vogët. Tu vjetur pa tine pensionisa që morin 100.000 lek. Edhe vrinë në për kafene, kur vjen pensionisti italion në Durrës, on plazhi, hanë pit, edhe të nisi shqiptar vjes ka noshe në për kazana. Ti vjetu, ku jemi të gatu, ku jemi të nënishur. Pra, mos e audin merat kondi. Ja grejmë do vinë kanë shqiptar tu, sot, Shqipëria ose shqiptarve. Ta jënë trastarë e kombiton që të tonë këtë farvej vendintor. Rost populli shqiptar, rost të rinia, rost ki breziri, për para. Kur Sali Berisha, kur Edi Rama. Po të shihë një tani, jene e korupcioni këtu, jene e keqe këtu, sa është mbytur, ka mbytur dhe i më thy. Ju falem dërem nga zemra shumë, nëse broma më shumë kretë refugjat i keni këtune. Jëm nga atu. Më numrime, se sa bën që protestohet në të shesh. Dhe kjo është pjesa jonë në realitetit shqiptar. Ja që në këtë vend ka akoma gjak. Nuk është falur gjaku i të parve dhe nuk ka humbur dinjiteti i njerëzve. U bëm disa ditë se pyetet përse protestojnë. Protestojnë për arrogancën e këtij shteti. Protestojmë se jemi ndjerë të pambrojtur nga mroja shtetërore dhe jemi lënë jetime flaku në mes të rrugës. Se protestojmë për të gjitha ato makabritete që arrin të shohim në ditët e spitalit, ku fëmijët e larguar amanetin e fundit që marrin nga prindit janë që mos varrose pa i parë ata për herë të fundit. Kjo është një tragjedi që vazhdon prej shekuj e duhet i japim fund. Shumë kush nga ne mendonte se të tilla lloj situatash do venitesh, se e donim Shqipërinë si gjithë Evropa. Jo, ne duam Shqipërinë. Europa do të na pres, po qem të zot për veten nuk ka derë që të na mbyllet. Kryeministri, këto ditët e fundit, ka gjetur kohë të merret me 100.000 hallet e shtetit, të merret edhe me memet. Se të ndikojnë kaq shumë to, vallë kaq tepër e ke kohën sa të merresh dhe me to? Në vend që ti vësh kishtin kokës, e ti kthesh Zotit edhe miletit, duhet kesh edhe një gjë parasysh. Shqiptarët nuk e kanë humbur dinjitetin. Është kjo rini që ti e përdore për të ardhur në pushtet. Është kjo rini që përmbysin të gjitha regjimet, që frynë numejt e tunë malet. Ki mendje me Durama, ki mendje çdo pushtetar që do të vi. Ne kërkojmë shtet e jo pushtet. Shteti duhet të karakterizohet nga mirëqenia e njerëzve të tij. E nuk bijtë nënës, karrige po që e mirë ta vini në kokë. E kjo është situata që ti ke krijuar. Lare dhe dil nga kjo. Rama të erdi fundi. Liroj vëndin dhe lërë të rinë të kristalizojnë sistemin. Ne nuk duam të rënojmë sistemin. Ne duam të kristalizojmë atë e jo të apin karbon. Historia ka treguar që sa më shumë qëndroni në përpushtete, aq më shumë e shërbeni atë oborreve tuaja klienteliste. Shqipëria është një tokë që është lagur historikisht me gjak. E kjo tokë vetëm për këtë duhet respektuar. Nuk pranohen më gjak prishur që të flasin për interesat e tyre, si kur po shesin opinga dhe shesin. Ju erdi fundi! Ju erdi fundi! Ku janë ambasadat? Ku janë historitë tona shumë vjeçare me përfaqësit më të nderuara në këtë botë? Ato na kanë ndihmuar në shtetbërje. Pse heshtim? Ne kemi qenë dhe do t'jemi sot këtij vendi dhe do duam gjithsesi e gjitha herë i themi mirë se erdhe, çfarë do lloj të huaj kur vjen si mik. Këtu Zot ka në këtë vend dhe ju duhet të bëheni përfaqësuesit. Nga kjo turm
për atë palo parlament që nuk përfaqëson asnjë prej nesh, ka situata si ato që pam dje. Antimitingjet ti mund t'i bësh me njerëz detut administratës, po mos harro se fëmijët e tyre i ke këtu në shesh. Dhe ata fëmijë do i tërheqin prindërit e tyre në bas. Vari kishtin kokës dhe mos e neglizhon të vën. Dil se kollaj i ke kamera ti numërosh se sa shumë janë. Dil se sa shumë i ke në përsheshe. Mos kujto se me antimitingje po na glen vëmendjen e po na prish atë që është idulli jon. Kjo shoqëri nuk lufton për interes. Kjo shoqëri po lufton për dignitet. E ai as blihet, as shitet, e as përdoset. Korheqe! Ku jeni o bitë e kastriotit? Unë qëve dhe jesë Bardhi, 19 vjeç, më origin nga fshati Gjurgji Fanit një ditë kuqe. Si që përmendi dhe mëna Martin Canit, fillimisht du të flas pak për i çështje qëndetësisë. Babi im ka qenë dikur, se tani nuk është më, duke ditë kush është në kryet këtij vendit. Ramovici ka qenë infermier tek urgjenca Tiranës dhe doni dini të fortën. Ati ka vdekur personi për oksigjen në duart e tij në ambulancë. Turp! Është njësoj, sikur të vdesi, sikur të ngordhin, falni, sa emocionet, sikur të ngordhin një peshk për ujë në det. A ka sens? Turp! Kauza parë normalisht për babin tim, sepse më ka bo kokën dhe i them kryeministrit që nuk do të bëj gjë, nuk do t'ak merrem, kam lënë të mallin Zot, ai do të kthejë gjunat, jo vetëm babin tim, po të gjithë shqiptarëve. Dhe kauza e dytë, për herë të parë këtë protestë po e përmend. Shumë nga ju ndoshta nuk e dini, po për a them që oligarku tjetër, Armand Tukovic, dëshiron të organizojnë dine 27-ën Europianin me shkijet e Serbisë. Turp! Dhe që ta dini, se shumë nga ju kanë thënë mos shaj, mos ofendon, nuk do shaj, pa merak, por do t'ju them fëmijëve me një kulturë dhe me një qytetari më të madhe se çfarë bëjnë oligarkët dhe politikanët bashkë. Ata kanë qef të dhunojnë dhe të ushtrojnë presion në një pjesë trupit e tyre që quhet vithe. Ka që kisha dhe të mbyllë fjalimin, nese më shumë, mos u dorëzoni, mos pini për e provokimeve, rrëf Shqipëria, Shqipëria shqiptarve! Shqipëria shqiptarve! Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, Rama jepe dorëqen, rrëf Shqipëria!